Përshëndetje çuna dhe goca, mirë se vini tek një video e re. Sot do bëjmë një sfidë shumë të bukur dhe fituesi merr 50 euro. Atëherë secili nga ne do zgjedhë nga 3 këngë dhe këngën do ta luajë për 3 sekonda dhe kundërshtari duhet ta gjejë këngën duke dëgjuar vetëm ato 3 sekondat. Dhe ai që gjen më shumë këngë fiton 50 euro. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë sfidën. Ja tek është dhe muzika e parë. I gati? Po. 3, 2, 1. Qa dhe të bëjnë ai? Duhet jesh titullin e së këngës. Moj vajzë. Shiko, po t'jap të kot mendohesh. Mendo mirë. Së dhe tu. Sytë tu që dalin. Mendo mirë. Çuna, besoj se ju e gjetët me sekondet, me milisekondet e parë që ka bërë kjo muzikë. Ja, nuk do e shiko që ta fikta. Tani, po t'jap një mundësi të fundit. E ngjove? Po. Moj vajzë. Shumë bukur. E pas kam bajt mendin mësim. Tani, gjej titullin. Kaq. Shikimi. Jo shikimi, gëzimi. Gëzimi ishte? Ja. Cristiano Ronaldo. Ore nuk e di, unë te kam gjurë, po nuk e di të dhe asnjë nuk e kam marrë vesh. Okej, jepe me dimin ta qysh e thua ti? Moj vajzë. Se va rosi më të fajë, po. Si Varrosi. Kla, kishte Alban Skënder ai. Vajzo quhet kënga. Jo moj vajzë. Ma që 0.5, po ma që 1 pikë, po ma që 0.5 pakta. Mirë, çika, me që ishte afër po ta quajmë. Kënga ime është. Okej, le të vazhdojmë. Vaj 3 sekonda jo? Po, në 0.03. Qenja, pa qenja që ke vështirë lojat. Do ta ngjej prap. Okej, do të dhe 10 sekonda. Okej. Vajti 10 sekonda? Po. Po aty s'ka fol as i gjys këngëtari. Okej, do le 13. The fuck? Okej, do le 20. Çuna dhe goza që janë shumë këngë vështirë. Nuk e di ju e keni gjetur apo jo, po për mua që nga shumë nuk e kam dëgjuar asnjëherë. Është fjalë shumë e shkurtër, por shumë e vështirë. Çfarë është gasolina? Ka bë hapur. Është Don Fennon. Don Fennon, kjo është ndihma e fundit. E ka bërë Don Fennon dhe Eli Malaj. Eli Malaj. Ma Eli Malaj sa bërë. Çuna do të thonë, nuk mund ta gjej dot të këngën. Dhe emri ishte Naqe. 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 Kështu që jemi 1-0. Duhet përpiqemi. Do fitet 50 euro, çuna. Tani shëralla ime për të gjetur se cilën muzikë do të jem broja tani. Se sha bërë unë... What? Çuna dhe goca, kjo është një nga këngët e mia më të preferuara, kështu që Ja, po të rrugë shpejt. dërgova. Okej. Gati? Ka 10 sekonda këtu. Ta lejo edhe çik. Leje deri 10, qa? Okej. Po jo se e kupton shumë kollaj. Okej, 5. Mos. Tani kjo është fakti, unë të këngën e kam gjurë, po nuk e njofte këngëtarin.
Thënë që ka jesh Albania, diun? Çka e tiu? Albanes. Albaneso! Ti piace? non te preoccupare così. Është këngë shumë e bukur kjo. Ti ke dëgjuar shumë shpesh. Ihe mamacita, Po. baby girl. Kjo është Baby këto girl. janë lyriksa, këto janë fjalët që thotë ai boti. Po pra. Nuk çuna, po bëhet bukur loja tani. Mamacitas. Kjo është mendimi jot i fundit. Po. Çuna dhe kosa është mamacita fjalë sakt? Jo, nuk është. Por jam shumë i lumtur se kur rritet shpërblimi e luan sfida me lidh shpirt. Çuna ka nga radhës është. Okej, ne të vazhdojmë. Gati? Gati. Dhe sekonda. Ta ka bërë një njeri që nuk është këngëtar rapper. Nuk është rapper, okay. Është shumë simple. Është pat kashapi që ka vdekur. Okej, pra është shpati. Është patën. E spata. Rip shpati. Po pra. Okej. Më falet të Pelenës, do ja unë. Vale Pelenës, what the fuck? Valet të Pelenës. Vale syrit kuq. Syrit blu. Se syrit kaltër. Unë të shkoj me më të thjeshtën pagonishte. E fund. Jo, i kësë më të këtë se thia, më të edhi pa. Ajo ishte se the e fundit. Më të tërish. Po qa, vale lozënjare. Vale lëzënjare. Vale Kosovare atë. Gabim, ishte vale kosovare. No. Quna dhe kosa. Jam, e di që ju kam lënë balt. E di që s'do më fali më kur këtë e ka bin që bëra, si ishte këngën e dingë dhe kalamajt e veqin ata që ka linë vjetë. Kjo është bërë para 12 vjetësh ku kam lindur unë. Quna dhe kosa, qa është e kjo ka bin trashanik. Quna dhe gosa jemi 1-0 për vlajnë. Do të thot që ai është një hap afër 50 euro shit. Tani është rrëdhe jemi për gjetur këngën e fundit vlajt. Quna dhe goca, kënga e fundit që kam zgjedhur unë është kjo. Gje. Ha. Tre sekonda. Po që më gjatë se vetëm klipi shërbjana gjovën. Edhe një me parë, 3 sekonda të klip kap. Dis noise. Për i të lere qik. Mjaftueshme ke 15 sekonda. Qa diti diu. Po pra kënga është qa diti? Qa diti? Jo, e se talem. 24 buza e o të pasioni. Qunat dhe gocat e kanë qetur tani me bas të këngën. Ne nuk e gjemë këtë, prandaj në duket shumë e çuditshme. O, ne nuk e gjemë klevën. Kush mund t'jetë kjo plak? Okej, do ta lem edhe 3 sekonda tjera. Këto janë sekondat e fundit, pastaj nuk ka mendim. Ama, deri 20 sekonda, ja edhe të tjera. Jo, dhe 1 sekondë do për bajt. Okej. Mjaftueshme ke 25 vajti. Kjo ishte... 24 blinda nuk është. Nuk e di. Ka bërë ca disë, ca budalli që i kujo. Këta fikta. Po e gjete këta. Ti fiton lojën.
Pastaj nëse unë që i kanë tate, vejmë 1-1 dhe duhet bëjmë një round tepër. 24 buza. Kjo është... Po. Shkona dhe goca. Po nuk e gjym të ne o plak. Edi Rama 24. 24 buza e u te Edi Ramës. Plak Blindës. Nuk e gjeti. Blinda Felziu. Broja është këngëtar. Quna dhe goca shkojnë një komende se cila fansat tini ju, të Noizit apo të Klevios. Klevë. Shkojnë një ladim. Kënga ime radhës është kjo këtu. Okej, le të vazhdojmë. 3 sekonda. E do 10? Unë duhet të qosh deri kur të këndë këngëtari. Quna e diformon me rregullat e kësaj po. Sekonda. Po që i diga, aja bëri. Barrosi! Dhe gjithë titulli. Një tërë kënga. Okej, o pesi që ka shpar. Edhe po të lezhe i fundi s'kam shanse të gjithë titullin unë. Hajde. Ai e tha, plak. A i bëhe replay muzikës? Jo. Vajti 39 sekonda, prit. 20 sekonda. E di unë, kjo quhet... E gjitha kishte Barrosi. Nuk na intereson kush është. Na intereson titulli, vlla. A na e gjendo titullin? Na e gjendo. Ate quna dhe goca, me sa di unë, Barrosi ka bërë disa këngë me emra shumë çuditshëm. Për shembull, ajo Flama, Toni dhe Tini. 30 vet. Jo, nuk ishte kjo. Ate Barrosi ka bërë këngë siç janë Splifa, Flama dhe këto tjera që përmenda unë, po këto janë gjata, po kjo është një këngë që ka titull të shkurtër. Flama nuk është se fillon e mani. Ate quna dhe gosa lutem që kënga që ka zgjidhur vllai është Splifa. Mos e gjeti. Kjo do të thotë që jemi 1-1 tani dhe duhet vazhdojmë me round 4. Dhe kush gjen roundin e 4 fiton. Kënga që kam zgjedhur tani është surprizë. Prandaj nuk do t'ju tregoj as juve dhe as ti, sepse përmendimi tim është shumë i lehtë. Ti ke dëgjuar vetëm javën e parë që janë 500 herë pa ndalim. E ke gati? Aha. Kaq ndim. Nuk kam mendim. Ta ndjoj edhe një herë. E di unë ta. Edhe herë. Çuna dhe goca për ju që nuk e ke, për ju që ndoshta nuk e dëgjuat mirë, dëgjoni edhe një herë. Vetëm melodinë e parë. Kaq. Te ka bërë Don Fenëm? Jo mërë, qatë thoti? Me emrin? Teka. Tani ti mendon se kënga ka emrin Teka? Po. Çuna dhe goca e ka gabim sepse kënga ka emrin B. Për çka çuna dhe goca është. E gjeti. Çuna dhe goca jemi 2-1. Domethënë kjo këtu i kanë gjithë këtit. Çuna dhe goca tani që vllai i gjeti këngën, është rada e ti për gjetur këngën e fundit. Dhe kënga ime e radhës është Okej. Te sekonda. Kënga e Marigleni dhe shkita? Dëgjon si melodi e bukur, melodia e Mariglenit. Kjo është këngë vajtimi për mua se nuk po më rref asnjë për emër. Ylli Baka? Po, këte ka bërë Ylli Baka, por është ka shumë fjalë
shkurtra, por shumë vështira. Ha, më jam lajim e ti. Okej, jo nuk është kjo. Do t'jap 2 shanse. Për çuno për zotin e shumë kënga vështirë. Ylli Bakari, nuk e di kush është kjo kënga e këtij. Këve fjalë këtë nuk ka tek. Mirë, thy shkronjën e parë ose shkronjën e fundit që Të, shkronja parë. Takimi. Jo, s'tallem. Teka? Jo, ngri çik. Të dua. E fundit. E fundit të dua. Bravo, gjete. Me vërtet? Ylli Baka, çana bere plak. Ta ka falur Zoti ishte titulli. Je për çuna dhe goca. Shiko si tallet me 50 euro që ndërhiqin. Patatina. Ja për çuna dhe goca, kjo ishte video dhe për sot. Bëni like, subscribe, share. Faleminderit që patët këtë video dhe shihemi Video tjetër.